Imagjino dot lumturinë e një fëmie kur shikon që babai vet nuk ka përdorur. Imagjinoni lumturinë që ka një fëmijë kur shikon baban e vet një javë që nuk përdor. Një javë që është i kthjellët, i qetë. Një javë që nuk ka më atë frikën, atë tmerrin në sytë e tij. Pastaj kalon një muaj që babai është i qetë, nuk përdor, është i pastër, nuk nxehet më dhe nuk trajton më keq veten dhe të tjerët. E imagjinoni gëzimin e një fëmie që shikon baban e vet që respekton veten, që nuk dëmton më veten, që është aty prezent dhe shikon fëmin në sy pa u ndjerë në faj, sepse di e ka përdorur apo ka patur një humbje të madhe. E imagjinoni gëzimin e një fëmie që shikon te syt e babait vet shpresën për të përmirësuar shumë gjëra në jetë, edhe forcën për të përmirësuar shumë gjëra në jetë dhe dëshirën për mos u dëmtuar më. Ndihmoj shumë prindër për të dalë nga tuneli i varësive, por emocioni më i bukur që ndjej është ato gjëra që më tregojnë nga fëmijët e tyre. Pra se si reagojnë fëmijët e tyre kur shikojnë prindin që po ndryshon, po përmirëson, po rri më i kthjellët, më i qetë, më i qeshur dhe nuk po dëmtohet më. Kujdesuni për veten.